Policia e Gjirokastrës ka sekuestruar 90 kg kanabis gjatë një operacioni të koduar Vaneo. Burime policore bën me dije se është arrestuar shtetasi Agron Shpataraku, ndërsa është sekuestruar edhe automjeti që transportonte lëndë narkotike. Ky shtetas po e transportonte lëndën nga Lazarati në drejtim të Fierit dhe në dyshemen e automjetit të Titi Benz në pjesën e poshtme kishte bërë 2 dhoma të salduara me fletë metalike, enkas për transportin e lëndëve narkotike. Gjithsej në dyshemen e automjetit u gjetën 59 pako me peshë totale 90 kg marijuan dhe mësohet se destinacioni i lëndës narkotike ishte shteti italian. Një 38 vjeçar I ka dhënë fund jetës së tij duke u vetvarur në shkallët e pallatit ku jetonte. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në Savona të Italisë, ku mëngjesin e sotëm një 38 vjeçar emigrant nga Shqipëria është gjetur pa jetë nga fqinjet e tij. Ende nuk bëhet I ditur identiteti I viktimës, ndërsa policia po punon për të bërë zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje. Një kufo me moshës 60 vjeçare është gjetur pa jetë në kryeqytet. Nga të dhënat paraprake mësohet se viktima I identifikuar si Zvetan Nikola ka humbur jetën pranë zonës së 21 vjetorit në kryeqytet. Mësohet se 60 vjeçari ka humbur jetën si pasojë një ataku kardiak.